një prej kritikave më të mëdha është që politika ndëshkimore, sidomos në këto raste të korrupsionit, është jashtëzakonisht e butë, për mos të thënë fjalë tjera. Pse gjyqtarët në rastet e korrupsionit e kanë dorën shumë të butë në rastet kur vendosin që t'i shpallin fajtor të pandehurit, sepse kur ka dilema rreth fajësisë edhe lirimi mund të arsyetohet, por kur vendoset që dikush është fajtor duke e ditë rrezikshmërinë e këtyre veprave penale të korrupsionit për shoqërinë tonë, pse s'ka dënime që janë më të ashpra, që janë thjesht dënime që e arrin qëllimin e vet. Çështja e politikës ndëshkimore, domethënë, ka qenë fokus trajtimit, do thotë edhe nga ana e Këshillit Gjyqësor, Gjykatës Supreme, por edhe gjykatave të Republikën e Kosovës. Është e vërtetë ajo që politika ndëshkimore, do thotë në rastet e korrupsionit, por edhe në raste të tjera ka qenë jo unike, jo uniforme, cilat ka pas dallime mes vetë brenda gjykatës në trajtimin e rasteve të tilla, qoftë me dënime të buta në trajtimin e rasteve të korrupsionit, qoftë me trajtime me dënime jo unike që kanë pas një dallueshmëri, do thotë, edhe brenda vetë gjykatës. Ne e dimë që politika ndëshkimore, do thotë, kjo mos unifikimi i praktikës apo dallimet në dënime, sidomos kur kemi të bëjmë brenda një gjykate, e dëmtojnë edhe imazhin e asaj gjykate, do thotë, sepse kur kemi dënime jo uniforme, do thotë, për çështje të njëjta penale, dallime të ndryshme në dënime, kjo rrezikon edhe cenimin e parimit të sigurisë juridike, do thotë, nuk mund të arsyetohet një çështje me një dënim të ashpër për një çështje të njëjtë, ndërsa çështja tjetër po ashtu parafërsisht e njëjtë me një dënim të butë. Këtu secili gjyqtar, do thotë, duhet të ketë parasysh që me rastin e matjes, llojit dhe lartësisë dënimit, ketë parasysh ato rrethonat që vlerësojnë, sepse ne dimë që dënimi duhet individualizuar varësisht prej karakteristikave personale, mënyrës kryerjes veprës penale e kështu me radhë, mirë po mund me thonë që për t'i përshtatur gjitha këto dënime dhe për të pasur një politikë unike ndëshkimore, do të ishte mirë se secili gjyqtar të aplikonte, do të udhëzuesin për matjen e politikës ndëshkimore, i cili është një mjet i cili i udhëzon gjyqtarët për ta krijuar, për ta balancuar, do thotë, dënimin në raport me peshën e veprës penale, por gjithashtu edhe për karakteristikat personale. Është diskutuar shumë, janë bërë takime, qoftë me gjyqtarë, qoftë me themelore, qoftë me instancave më të larta. Çka është arsyetimi i këtyre gjyqtarëve që vendosin kështu të jenë kaq të butë në të rastet të korrupsionit? Tash arsyetimi i secilit vendim gjyqësor, do thotë, pikërisht është tek këtu që i ceka më herët, te mënyra e trajtimit, qoftë rrethonave lehtësuese, qoftë rrethonave rënduese, mënyrës kryerjes, dëmit shkaktuar, e kështu me radhë, do thotë, por po t'ishin aplikuar, do thotë, dispozitat që parashihen në udhëzuesin e politikës ndëshkimore, pajtohena me juve që dënimet do të ishin më të ashpra në këtë rast.